Unë pashë që partia e parë nuk e ka vetëm të drejten, e ka edhe përgjithësin për të ardhur deri te konsenzusi për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Do me thonë, normalisht obligohen të gjithë deputetet, po përgjithësia kryesore dhe nga ajo çfarë lexuam dhe siç e kemi thënë që nga dita e parë, është që partia e cila e ka të drejten, e ka edhe përgjithësinë që të arrijë konsensusin, që do të thotë duhet faktikisht ta gjejë një figurë, nuk thuhet aty normalisht, po kur flitet e konsensusi, normalisht që duhet të ketë ose marrëveshje politike, siç e kemi thënë, ose duhet të gjendet një figurë konsensuale e pranueshme për pjesën më të madhe të deputetëve në këtë rast që duhen 61 vota në mënyrë që të bëhet konstituimi i kuvendit të Republikës së Kosovës. Ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati, e paskabon një status për këtë punë. Regjia, votimi i fshet nuk e shkel kushtetutën, pra lejohet. Të gjitha partitë duhet të angazhohen për të konstituar kuvendin, sidomos ato që propozojnë antartë në kryesit kuvendit. Të gjithë deputetet e kanë për obligim të marrin pjesë në votim. Këto i kemi thënë që nga dita e parë, këto i paska thënë edhe gjykata kushtetuese. S'ka nevojë as 30 ditë të pritet që nesër mund të procedohet me votim të fshehtë dhe kryet kjo punë Hekuran Murati. Unë e para nuk i besoj fare leximit e Hekuran Muratit. Unë kam problem gjithmonë me statuset e Hekuran Muratit dhe nuk du ta komentoj për shkak se ajo çfarë unë kam lexuar e unë nuk kam arritur, Hekurani shumë më i shpejt, pas ka arritur që ta lexoj dhe të vijë në përfundim se çfarë ka thënë gjykata kushtetuese. Mirë po prapë po e them që në mes të tekstit lexova diku që për shembull thuhet që është fillu procedura, është fillu bazuar në praktikat e kaluara, kështu diçka thuhej, dhe do më thonë kjo nuk mund të ndryshohet në një farë forme, është ajo mënyrë që e cila duhet me vazhdu, mënyra të cilën ne e kemi fillu. Prapë po e them, unë rezervohem dhe nuk i besoj as pak leximit e Hekuran Muratit, po e them që ne si parti politike vetëm i kemi angazhuar tashti të gjithë juristët, edhe në grup parlamentar, po edhe të tjerë që ta marrin, ta analizojnë dhe nesër do kemi takim para seancës në grupin tonë parlamentar. Natyrisht nuk kemi asnjë dilemë që ose hezitim të them për ta zbatuar apo jo vendimin e gjykatës kushtetuese. Asnjëherë nuk e kemi vënë në pikpyetje zbatimin e një vendimi të tillë. Njihemi si parti që gjithmonë do të votoni se gjykata kushtetuese, vendimi i gjykatës kushtetuese po ju obligon me votu? Jo, nuk ka thënë që, domethënë, obligon të votojnë deputetët? Deputetet obligohen me votu për kryetarin e kuvendit, po jo për një komision i cili e ndërron mënyrën e votimit në mes të procesit, se gjykata kushtetuese gjithashtu prapë po e them. Nuk po dëshiroj edhe të lëshohem në detaje sepse sinqerisht e kam lexuar derisa vija në vetur, domethënë. Domethënë ju mirë kuptoj në plotni për shkak sepse ishte vendimi në momentin. Ajo çfarë lexova është që seanca konstituive ka filluar në bazë të praktikave të kaluara dhe gjithashtu përmendej që në cilat raste domethënë kushtetuesja flet për votimin e fshehtë dhe folej për kryetarin e gjykatës kushtetuese, nëse nuk gaboj, për presidentin e vendit e tjera. Mirë po edhe aty thuhej që nuk është e përcaktuar që kryetari i kuvendit të zgjidhet në këtë formë ose në formën tjetër, po seanca ka vazhduar, gjithashtu potencohej se seanca ka filluar bazuar në praktikat e kaluara. Dhe na atë që kemi thënë që nga dita e parë ka qenë që ne kemi votu sepse ne marrim pjesë për votim kundër. Ata kur e vendosin kandidatin, ne marrim pjesë dhe votojmë, domethënë, kundër kandidatit, sepse kemi thënë nuk kemi marrëveshje politike dhe kërkojmë që lëvizja vetëvendosje të bëjë marrëveshje politike. Meqense nuk kemi marrëveshje politike, ne askush nuk mund ta obligoj një parti politike. Ato çfarë ka kërkuar lëvizja vetëvendosje është që diktoj vullnetin e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Lëvizja